Shëndetje të nderuar miqtë mi. Tani po vim me historinë e radhës, një histori tepër e ndjeshme dhe shumë e dhimbshme. Janë lotët e një gruaje që besoi pafund në dashuri, por më në fund u tradhtua nga vajza e hallës së saj. Vajza e hallës ia mori partnerin, ia mori burrin e jetës, që ajo e dashuronte më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk e di nga t'ja nis. Ndoshta nga dita kur besova për herë të fundit te njeriu. Jam 36 vjeçe dhe ndjej veten sikur kam jetuar një shekull. Jo nga vitet, por nga dhimbja. Nga tronditja që më dogji shpirtin. Më shkuli besimin e më la si hije e vetes. Unë e kisha hallën motrën e babit, një grua që e doja shumë. Vajza e saj ishte për mua si motra që se pata kur. U ritëm bashk, qeshnim bashk, ndanim çdo gjë. Fustanet, sekretet, madje edhe lotët. Nuk do doja kur që ajo që i thoja motra ime e vogël, të bëhej vari jetësime. Në moshën 26 vjeçare u martova me një djalë që e doja me shpirt. Erdhi si dritë në jetën time. Një burr i qetë, punëtor, i dashur, që në fakt çdo vajzë do ta kishte ëndër. Bëm një martesë me dashuri të pastër. Unë e adhuroja, edhe për 5 vite gjithçka dukej perfekte. Por fjalët, gjithçka duket, janë mashtrimi më i madh i jetës, sepse shpesh pas perdes së lumturisë fshihet feri. Arta, vajza e hallës, vinte shpesh te ne. Në fillim më ndihmonte me djalin e vogël, me punët e shtëpisë, e unë ndjeja veten me fat që kisha dikë që më rinte pranë. I besoja aq shumë sa që Elia të rinte edhe kur unë dilja në punë, ose kur burri im kthehej vonë. Në mendjen time, ajo ishte si motra e dytë e familjes sonë. Por sytë e mi ishin të verbër dhe zemra ime tepër e mirë për ta kuptuar çfarë do të ndodhte. Fillova të ndjej diçka ndryshe. Ai buri që më përqafonte çdo mëngjes, pa pritur, filloi të ftohej. Nuk më shikonte në sy. Fliste shkurt. Zgjohej herët e flinte vonë. Dhe unë mendova se ishte stresi, ishte puna. As që më shkonte në mendje që djalli ishte në shtëpinë time. Një natë që në fakt nuk e harroj kurrë. U ktheva më herët nga puna, nuk doja ta besoj atë që unë e pash me sytë e mi. Dera e dhomës sime ishte paksa e hapur. Dhe aty në shtratin ku kisha ndar ëndrat, trupin dhe jetën me burrin tim, ishte ajo, vajza e hallës sime, e zhveshur dhe në krahët e burrit tim. Më ra bota, më ersua gjithçka. Nuk bërtita, nuk qava më njëherë, mbeta si e ngrirë. Vetëm një fjali më doli
me një zë që më dridhej. Ju të dy në shtratin tim. Ai s'u ngrit fare, ajo u mbulua me batanie, sikur të ishte ajo viktima. Unë ula në dysheme dhe fillova të qaja me zë, si një fëmijë që i vdes nëna. Ai më tha, më fal, s'ishte plan. Ndodhi. Jo, asgjë nuk ndodh pa dashje. Ajo kishte ardhur me qëllim, kishte hyrë në jetën time me buzëqeshje, por me helm në shpirt. Ditët që pasuan ishin tmerr. Familja ime u nda në dysh. Disa më thoshin haroje, jeta vazhdon. Të tjerët më thoshin mos e përmend, të turp është. Por unë ndjeja turpin tim të smur nga tronditja. Trupin. S'dija në cilin faj të mbështetesha, në të tinj që më tradhtoi apo në të sajën që më shkatroi. E mendova gjatë, shumë gjatë. Ata u lidhen bashk hapur. Madje pas disa muajsh dolën edhe dorë për dorë në përzon. Unë nuk dola më nga shtëpia. Vetëm qaja, ria me djalin time përpiqesha të mos ndjente dhimbjen që më gërryente nga brenda. Nuk kishte natë që si shikoja në ëndër. Ajo buzëqeshte, ai më shikonte me faj e unë rëzohesha në errësirë. Dhimbja më vrau. Më shumë kur mora vesh që ajo ishte shtatzëne prej tij. Një tjetër fëmijë që do të më kujtonte gjithmonë tradhtin. Tani kanë kaluar plot 3 vite, por unë se kam haruar asnjë ditë. Në çdo mëngjes kur zgjohem me shoh djalin tim dhe i them, mos beso verbërisht birim, se mëkati më i madh lind nga ata që i quajmë tanët. Unë s'jam ajo vajza e buzëqeshur që besoja në njerëz. Jam bërë një grua e thyer por e fortë, sepse e kuptova se njeriu mund të jetoj edhe pa dashuri, por jo me tradhti. Tradhtia të vret më ngadalë se çdo sëmundje. Dhe sot, kur e tregoj këtë histori, s'dua keq për askënd. Dua vetëm që çdo grua që dëgjon ta di, mos t'i hapni derën çdo kujt në shtëpinë tuaj, sepse jo çdo motër është ëngjëll. Disa vinë me buzëqeshje, por mbajnë në duar thikën që do t'ju pres shpirtin për gjithmonë. Kjo është historia e kësaj zonje.